Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Kolosë që janë ca gojt liga që flasin për një përçarje mes të sapo përmendurës më lart të zonjës Monika Kryemadhi dhe ish-presidentit. Dhe të papërmendurit akoma. Dhe ndoshta asnjëherë ish-presidentit Meta. Është shumë e vërtetë. Po. Është shumë e vërtetë dhe mbi të gjitha më vjen shumë keq që në siglat tona ku çfarë s'kemi parashikuar që do ndodhë në këtë botë, nuk ishim parashikuar vetëm elementin Basha. E vërtet. Që ja pas ka kaluar dhe Krishti, do të vdesi, të ringjallet, të vdesi, nuk e di ç'po ndodh me këtë njerëz. Rikthehet fuqishëm sot? Jo vetëm rikthehet fuqishëm, por është rikthyer fuqishëm gjatë gjithë javës që kaloi, kryesisht përmes gojës aktores tashmë të njohur, të mirë njohur, zonjës Kryemadhi. E cila pas kështë thënë publikisht që arsyeja e ndarjes mes së çiftit të famshëm Kryemadhi Meta pas kështë qenë Lul Basha. Ne hulumtuam thellë, kolegu ynë në fakt. Pikërisht. Dhe gjetëm jo vetëm ndarjen e çiftit Meta Kryemadhi, por mësuam që Lul Basha ka ndarë dhe gjëra të tjera shumë të mëdha në historinë e njerëzimit. Si për shembull. Dhe kemi vendosur të rrëfejmë të gjitha tek një nga një. Shkaku i vërtet i ftohjes së Ramës dhe Tigrit, në fakt, ishte një tatuazh me inicialet LB, që ky i fundit bëri në kyçin e dorës. Ndryshe nga çmendoi, sikur çifti ishte ndarë sepse Tigri e kishte gërvishur kur gjendeshin të dyra se si shlapuriq. Ndër të tjera thuhet që ishi i Melonit, pra burri i Melonit, burri i Melonit, i Giorgia Melonit, ai gazetari. Po. Përmendi ishte pra arsyeja pse u nda me kryeministrin italiane ishte sepse ai përmendi kodin Lul Bash në video skandalin që më pas çoi në ndarjen e tyre. Dhe thuhet që kodi Lul Bash është në fakt një kod sekret për një pozicion seksi. Mos është edhe kështu që t'japin skonto, po të shkosh në për dyqanet e sex shop. Mirë, pavarësisht teorive që qarkullojnë për ndarjen e Ferranjit dhe Fedes, shumë pak e din që në fakt arsyeja e vërtetë e ndarjes është kur zbuluan që Basha ishte blerësi më i madh i tortës Pandora. Bashkimi Sovjetik, për ata që e mbajnë mend, që ishte një nga, ku diun, një gjë disa herë më madhe se Rusia sotme, thuhet që u nda në momentin, pra filloi çarja e Bashkimit Sovjetik që në momentin që lindi Lul Basha, por gozhdën e fundit për ndarjen e Bashkimit Sovjetik, pra gozhda e fundit u ngul kur Gorbaçovi pa rastësisht një video regjistrim të festës sabetares ku merrte pjesë edhe Lul Basha i vogël. Legjendat, Kolo, meqense po shkojmë në retrospektiv, tregojnë se Zinedine Zidane humbi toruan dhe goditi me kokë Materacin pasi ky e shau nga Basha. Dashnor Sula. S'është këtu në sallë? Peshtje. Munges. Dashnor Sula munges. Se pyeta thoshte këtu. Dashnor Sula dyshohet të jetë prishur me Berishën sepse mbante si zile alarmi zërin e ngjirur të Bashës. Kur këndon hymnin. Hymnin e këndon me zë soprano po. Është ngjirur dhe në vende tjera. Mos ja qaj hallin. Mira Murati u largua nga OpenAI kur zbuloi që ChatGPT kishte një anshmëri të pandrejshme kur e pyesje për Lul Bashën. Oasis. Kush i mban mend? Këtu u shpërbën me sherr kur njëri vlla Liami kapi vllain tjetër Noelin duke autografuar Bashës një CD. Pastaj shpallën në bashkimin 2024 kur Noeli e bëri Hasha. Do ne bëri Basha Hashën. Hasha Basha. Jo, Basha bëri Basha Hashën. Lul Hashën. E kuptova. Lul hashtagu. Shikoj edhe krisja e parë mes Eglit dhe Gjestit erdhi kur ky i fundit flinte pa djenin e vet në pozicionin e preferuar të Bashës. Ajo nuk e duronte dot më. Që është ai me kur njeriu rri përmbys me byth përpjet, ai është pozicion, jo? Pak a shumë, po. Ashtu. E imagjinoja, është pozicioni më i mirë për të zënë gjumi topçe. Ndërkohë që flitet që edhe Roger Federer shpalli ndarjen me Nike-un kur uniformat e fundit të tenisit e bënin atë të dukej si Basha. Po, dhe kur do të shkojmë edhe një herë pas në histori, në ndarjen e bujshme mes Princit Charles dhe Lady Dianës, arsyeja e vërtet ishte një letër e shkruar nga Basha aso kohe adoleshent, i cili falenderonte princeshën për filantropinë e saj. Mbas kësaj nuk di ç'të them për çështjen Basha. Pra mbasi sqaruam gjithë dëmet që ka sjell Basha për gjatë në historinë e kombeve. Lul Hasha në historinë e kombeve.
Jemi gati për një moment shplodhje. Solemn është. Blerina, kjo është një këngë e lodhur, në fakt ka një 70 ca milion klikime në YouTube, ka qenë fenomen në TikTok. E ka lodhur duke klikuar. Por thash hajt ma. Ta bëjmë një tolerancë për një këngë që është deri diku e famshme. Me që është mbyllur te TikToku? Sepse është një këngë, është një mix, nuk e di a kemi çfarë këngë kemi dashur Chris Rian. Jo, kemi mirë. Nuk është kjo që po thoja unë, sepse DJ ka vendosur të na vërë një Chris Ria, për cilin nuk kam çfarë të them. Ju a thënë të gjyshja.